Mbrëmjen e sotme me mua në program është profesori asociuar i çështjeve të sigurisë, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, me mbrëma kënaqësi të kem mbrëmjen e sotme në War Report. Ndërkohë, në një komunikim të drejtë për drejtë, kam edhe ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Sokol Kondi. Sokol, me mbrëma kënaqësi të kem program. Le ta nisim së bashku bazuar edhe në informacionet e fundit, cilat duket se mund të minojnë jo vetëm optimizmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe shanset reale për arritjen e një marrëveshjeje paqeje. Përgjatë informacioneve kryesore të ditës që anonçova në program, theksova se sa i rëndësishëm ishte pushimi me Libanin për Shtetet e Bashkuara dhe Iranin që tulnin tensionet mes tyre e tuleshin në një tryezë bisedimesh, siç ishte ajo e Islamabadit, e cila u konsideruar një tryezë e dështuar një vendosshmëri e Benjamin Netanyahut për të rikthyer në luftë kundër Hezbollah, duket se po minon përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për arritjen e vërtet të një marrëveshjeje paqeje. Çfarë po ndodh me Donald Trump? I ka ai mbështetjen e aleatëve për të arritur këtë marrëveshje, për të mos folur për mbështetjen e Iranit, e cila sigurisht ka qenë skeptike dhe do të ketë edhe një luajtje sikur të dyja palët do të dalin të fituara. Shikoj, Irani është goditur 2 herë kur ka qenë në tryezat e bisedimeve diplomatike, kështu që skepticizmi mendoj se është legjitim. Pastaj, sigurisht që flota amerikane dhe trupat e saj në gjirin persik janë aty jo vetëm si një gur presioni diplomatik, patjetër dhe kjo, por janë kryesisht për të luftuar. Dhe duke qenë se lufta është bërë 2 herë, nuk përjashtohet që të ketë një herë të tretë apo të katërt. Kështu që pushimi është i brisht dhe nëse dështon nëse dështon plani i ri, si thua, është amerikani i paqes që është propozuar Iranit dhe që po shkërtohet nëpërmjet Pakistanit si ndërmjetës, unë mendoj se zoti Trump do të tentojë një goditje makjazhi si ajo e luftës së 12 ditëve për të shpallur fitore dhe për të shkuar në Kin të njëjtën e ardhshme, në Pekin, ku do të takojë presidenti Xi Jinping si fitimtar. Por pavarësisht se kjo është një luftë e fituar apo e vetë shpallur, rezultati e qoftë dhe një sulm makjazhi i limituar, i kufizuar nëpër disa ishuj të Iranit për më pas të tërhequr dhe për ta shpallur të si fitore apo si çlirim të gjirit të Hormuzit. Gjithsesi, nëse kontribuon për të arritur paqen finale dhe për të rihapur gjirin e Hormuzit dhe për të sankcionuar një paqe afatgjatë mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, mendoj se do ishte mirëpritur, pavarësisht se si arrihet dhe se si paraqitet, sepse mund të këndojnë të dyja palët fitore. Për shembull, sot në Tiranë po këndonin fitore për faktin që Shtetet e Bashkuara vendosën nëpërmjet zërit të zotit Trump që të pezullojnë përkohësisht ato operacionet për çlirimin apo për eskortimin e anijeve të gjirit të Hormuzit. Mund të shoh si një veprim për vullnetit të mirë që zoti Trump po shfaq, sepse si duket ka mesazhe nga Pakistani që Irani ka predispozita që ta pranojë propozimin e tij të ri. Dhe ai ka dashur të japë një sinjal vullnetit të mirë, duke pezulluar përkohësisht bllokadën e bllokadës. Por ai tha gjithashtu që nëse nuk e pranojnë paktin, do të ketë një sulm raketor apo bombardues dhe më të ashpër. Gjë që nuk përjashtohet dhe që përputhet me ato që unë mendoj, se mund të jetë ajo sulmi i radhës i makjazhit për ta mbyllur luftën dhe për të shpallur fitore. Përveç kësaj, në gjirin persik, sidomos në Emiratet e Bashkuara Arabe, që dhe shumë veta nuk e kuptuam se u sulmua nga Irani, ekspertët në Iran, por dhe analistë në mediat perëndimore, shoh që kanë informacione, burojnë informacione që ka një përqendrim të shtuar trupash për invazion toksor. A do të bëhet apo jo është tjetër çështje. Por zoti Trump i është bërë një briefing, i është bërë një përmbledhje e rezultateve të mundshme, çfarë do të ndodhte nëse bëhet një sulm toksor i përqendruar në disa ishuj Iranit. Pra e shkurtër çfarë pasojë do të kishte dhe çfarë rezultatesh. Dhe është ajo që unë thash, që mendoj se do të ishte në kuadër të një operacioni final makjazhi për të shpallur fitoren. Por kjo mbetet për të parë, se Irani mund ta pranojë propozimin e ri amerikan. A mendoni se Izraeli do të ishte një sfidë për këtë marrëveshje paqe? Theksova pak më parë se ka pasur bombardime në Beirut, kryeqytetin e Libanit, vetëm një orë më parë dhe Netanyahu thotë do të vrasim çdo armik tonin, kështu bëhet dhe kështu duhet bërë. Pra duket një sfidim i drejtë për drejtë edhe ndaj vullnetit të Shteteve të Bashkuara, pasi Tel Avivi tha se nuk ishte informuar për një marrëveshje të mundshme paqeje. Por ishin në gatishmëri për të rikthyer në luftë. Gjatë gjithë kësaj lufte janë hedhur hipoteza të vazhdueshme sikur Izraeli mund të marrë përhundur Shtetet e Bashkuara.
Unë nuk e përqafoj këtë mendim. Unë mendoj se Izraeli Shtetet e Bashkuara janë plotësisht koordinuar në të që bëjnë. Pra, do të bëjë dikush rolin e policit të keq, shpesh herë bën Izraeli, ndonjëherë bën Shtetet e Bashkuara, më shpesh patjetër Izraeli. Izraeli në fakt ka vite që bën ato xhandarin e Shtetet e Bashkuara në rajon, i intereson sepse është në përputhje me vizionin e tij hegemonist dhe ekspansionist në rajon dhe e ka aftësi ushtarake për të bërë dhe ekonomike për të bërë. Kështu që nuk mendoj se Izraeli ka një agjendë ndryshme nga Shtetet e Bashkuara, të paktën Shtetet e Bashkuara në administratën Trump. Dhe Izraeli ka bërë dhe tjera, dhe në Gaza dhe në Liban, që kur kanë qenë në prag të arritjes një marrëveshje arpushimi apo paqe finale, Izraeli gjithmonë ka bërë atë shtrëngimin e fundit së thuash, sigurisht për objektiva ushtarake që mund të kenë për ta larguar sa më tepër atë rrezjen e qitjes së Hezbollahut, po që lufta e dronëve na ka treguar që Hezbollahu nëse mund ta nxjerrësh jashtë Libanit, raketat balistike apo dronët nuk kanë problem të mbërrinë aty ku synojnë të shkojnë. Por edhe pretekst është, pra, Libani shërben si pretekst që me që ka kërcënimin e Hezbollahut, trupat izraelite vendosen jug Libanit për të qëndruar aty, siç kanë hyrë për te lartësive të Golanit në Siri për të qëndruar aty, dhe që nuk do të rriqen, dhe siç kanë bërë në Gaza, që mbasi e pushtuan dhe e masakruan gjithë Gazën, vendosën një vit verdh në mes të Gazës që tashmë është kryer një vit portokalli. Pra kanë shkuar edhe për të vit verdh. Kështu që ka arsye sigurie, por ka edhe pretekste që fshehin qëllime ekspansioniste dhe hegemoniste në rajon. Te qartë. Ndërkohë, profesor Shala, do të kemi një analizë sigurisht të asaj se çfarë përfshin kjo marrëveshje, por bazuar në lëvizjet e fundit, ndoshta edhe në deklaratat publike të Iranit, cilët thonë se më mirë vdesim sa të dorëzohemi. Jemi vërtet pranë arritjes së një marrëveshje paqe, ekziston vërtet një vullnet i mirë për t'i dhënë fund këtij konflikti dhe për të shkuar, siç thotë edhe zoti Kondi, Trump si një fitimtar në Kinë? Të dy palët janë të lodhur nga lufta. Të dy palët po mundohen që të paraqiten fitimtar para vendeve të tyre, por ndërkohë të marrë një farë zgjidhje edhe konflikti. Duhet jemi të qartë, këtu nuk bëhet fjalë për një marrëveshje përfundimtare. Këtu bëhet fjalë për një memorandum, më saktë një memorandum mirëkuptimi 14 pikësh, në cilët palët bien dakord më njëherë për armëpushimin, për ndërprerjen e veprimeve ushtarake, për fillimin e bisedimeve për çështjen bërthamore, pra këtë rast është përfshirë çështja bërthamore, por pa specifikuar se si do të vazhdojnë këto. Dhe hapja ose një armëpushim për të filluar negociata për një marrëveshje përfundimtare. Pra kjo është një marrëveshje fillesare, është një marrëveshje politike për të krijuar mundësi palëve që të ndërpresin luftën. Sepse është krijuar mendimi që tashmë po bëhet një marrëveshje përfundimtare. Kjo është shumë larg të qenit marrëveshje përfundimtare. Çfarë përfshin kjo? E para njëherë ka ndërprerjen e operacione ushtarake nga të dy palët. Të dy palët dhanë atë shenjën që janë gati të ulën ose të mbështesin këtë plan. Përgjigjja përfundimtare do jepet ka ata fatin 48 orë që kalon, domethënë se këto ndryshimet janë bërë planet që paraqiten iranianët. Por presidenti Trump dha shenjën, dha bonsensus që të ketë mundësi të tërhiqet nga operacioni Liria Lundrimit. Pra dha një mesazh për një tërheqje, një hap mbrapa, dha një mesazh. Ndërkohë që edhe iranianët, sipas informacioneve, kanë dhënë një mesazh që edhe në këtë fazë janë të gatshëm të diskutohet për çështjen për negociatat për çështjen bërthamore, e programit bërthamor, po pa specifikuar asgjë tjerat. Dhe në këtë mënyrë duket se palët janë më afër se sa kurrë, siç ka thënë edhe presidenti Trump, por gjërat këtu lëvizin me minuta. Ndërkohë amerikanët do të vazhdojnë derisa të kthehet një përgjigje përfundimtare, do të vazhdojnë të mbajnë të bllokuar ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë që edhe iranianët do të vazhdojnë ta mbajnë derisa të vendoset kjo. Fakti që siç e anoncuat edhe ju që është goditur një cistern, tregon që iranianët ose mund kenë tentuar ta provojnë këtë lloj të kalojnë ngushticë dhe ta provojnë të sprovojnë amerikanët në këtë nisëm që kanë. Do të ishte logjike sepse thanë, ishte një turprim i tyre dhe do duket fakti që amerikanët kanë ndërhyrë dhe kanë goditur do thotë që janë shumë të vendosur që nuk do të tolerojnë fare. Nuk do të tolerojnë fare. Presidenti Trump po ndërthur
në të njëjtën kohë përndërthur presionin e madh ekonomik, që është bllokimi i ngushtisës për kalimit për hyrje daljet në portet iraniane dhe nga ana tjetër edhe kërcënimin për përdorimin e forcës armatosur. Ka grumbulluar rreth 15-20.000 forca, janë 3 grupe, 3 aeroplanmbajtëse, të cilat janë gati, janë bërë plane lufte tjera, pra po i ka dhënë mesazhin njëkohësisht që duhet gjetë mënyra për të ulur. Unë mendoj që edhe amerikanët kanë mësuar një tërheqje, po ta shohësh në ato nga gjumimin nëpër media, sepse nuk ka një memorandum të publikuar që mund flitet për të. Del që çështjet shumë të rëndësishme të cilat amerikanët i kanë pashtruar që në fazën e parë, siç janë çështja raketore, siç janë çështja e ndikimeve të proksit, dhe çështje tjera që lidhen sidomos me rolin që do kenë amerikanët ose me kërkesat e tyre për rolin amerikan në lindjen e mesme, janë shtyrë për të diskutuar më vonë. Këto që i kërkonin Shtetet Bashkuara që në fillim i kanë shtyrë, është futur në rend dite, po e themi si premtim, vetëm çështja bërthamore, por edhe këtu nuk është përcaktuar sakt. Është thënë kaq që për limitimin e pasurimit, nuk është thënë diçka tjetër, ose afati për pezullimin e pasurimit. Iranianët kërkojnë një periudhë të shkurtër 5 vjeçare, ngrirjen e këtij procesi, ndërsa amerikanët kërkojnë minimalisht 15 e 20 vjet. Profesor, sa më thatë diçka interesante tashmë, diskutimi për proksit që mbështet Iranin në rajon do të jetë një diskutim i fazës më vonshme. Sulmet e fundit izraelite ndaj Libanit, a pritet të kenë një ndikim të drejtë për drejtë që mund ta bëjnë Iranin të tërhiqet nga ky proces paqeje, sipas mendimit tuaj? Sulmet, po ta kesh parasysh pak zhvillimet e më përparshme, që në momentin që u fol për një armëpushim, që dita parë të armëpushimit, Izraeli përsëri dha një goditje në Liban për t'i treguar edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk mund të ketë paqe pa marrë parasysh në konsiderat interesat e Izraelit, pavarësisht se ata janë aleat njëri me tjetrin, por Izraeli kur vjen çështja për interesat e veta të sigurisë kombëtare nuk kanë asnjë lloj aleati tjetër. Dhe nga ana tjetër duhet t'japin edhe mesazhin që procesi i paqes me Hezbollahun është një proces në vete, nuk është i lidhur me këtë procesin që po diskutohet tashmë me këtë memorandumin e mirëkuptimit, po e themi për të arritur. Kështu që në çfarëdo lloj rrethane iranianët do kërkojnë përfshirjen e Izraelit në marrëveshje, kjo përfshirje ka të bëjë që Izraeli të ndërpresi luftën në frontet ku ai e ka nisur, pra sidomos sepse luftën ndaj proksive të Iranit e bën Izraeli, nuk e kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që do kërkojnë përfshirjen e Izraelit. Izraeli mund të përfshihet, mund të merret përsipër kjo, po Izraeli nuk bën asnjë lloj kompromisi me të drejtën e tij për vetmbrojtje. Izraeli nuk bën asnjë lloj kompromisi me drejtën e tij për vetmbrojtje edhe kur është në gjendje armëpushimi, siç ka treguar rasti që me Libanin që ka bombarduar përsëri sot. Pra ka dashur japë edhe këto mesazhe, por kur vjen puna për kërcënimet e veta ndaj sigurisë së tij, që ai nuk merr parasysh as jetën e fëmijëve. Të jetë qartë. Ndërkohë, zoti Kondi, për të ndalur së bashku tek detajet kryesore të marrëveshjes, cilat u diskutuan me ndërkombëtare dhe duket një marrëveshje win-win, pra bëhet fjalë për një Iran i cili do të ndalonte pasurimin e uraniumit, një Amerikë e cila do të ndalte luftën dhe e përbashkëta që do të ishte më e mira për botën, do të ishte një rihapje e Hormuzit. Është kjo një marrëveshje e cila i nxjerr të dyja palët fitimtar, pasi nëse flasim për Shtetet e Bashkuara që heqin sanksionet ndaj Iranit, sigurisht që kjo mund të sjellë një tardhje më të mirë për popullin e këtij vendi apo jo? Nëse arrihet marrëveshja, patjetër që do jetë më mirë për vendin, për Kafshën dhe për paqen, për rajonin, për ekonominë globale dhe për të gjithë. Por po të shohim, ti e përmendë vetë tek ajo që çfarë parashikon propozimi amerikan, pra flasim për ndërprerjen e pasurimit të uraniumit, jo për ndërprerjen e programit bërthamor që mund të jetë për arsye civile, sikurse Irani ka kërkuar gjithmonë. Kështu që Trump ka qenë gjithmonë i obsesionuar për të arritur një marrëveshje më të mirë se ajo administratës Obama me Iranin për çështjen e bërthamores. Nuk duket se ka dritë fund tunelit në të pikë. Për sa kohë që por i kthehemi prapë te ajo marrëveshje që ishte në fuqi para se Trump ta anullonte dhe ta nxirrte Shtetet Bashkuara në marrëveshja e monitorimit të Iranit nëpërmjet agjencisë botërore bërthamore, e cila monitoronte në kohë reale dhe inspektonte në mënyrë befasishme të gjitha facilitetet nukleare të Iranit. Dhe
Themi aty ku ishim, pra, dhe nga ana tjetër tani po kërkojmë hapjen e ngushtisë së Hormuzit, e cila ishte e hapur para fillimit të luftës. Pra për çau desh gjithë për luftë, gjithë të armatime, gjithë të jetë njerëzit në shkatrim për të kërkuar diçka jo më të mirë se ajo që kishte arritur administrata Obama. Nuk shoh domethënë një zhvillim në një arritje diplomatike apo ushtarake në këtë pikë. Dhe nga ana strategjike ushtarake, Irani nuk është interesuar që të ndalojë me një armëpushtim për momentin për të goditur sërish mbas 1 muaj, 2 muajsh, 6 muajsh apo 1 vit. Irani do që ta përshkallëzojë deri në ekstremin e mundshëm luftën në mënyrë që të përcaktojë fatin e tij në të ardhmen në dekada apo edhe më gjërë. Për sa i takon çështjes bërthamore, për sa i takon çështjes së raketave balistike, të proximit, gjirit Hormuzit e kështu me radhë. Dhe kjo luftë në bazë të forcës po e përcakton se si do të jetë kjo ardhmë. Dhe nuk mund të arrihet në tyreza diplomatike ajo që nuk është arritur në terren, si thua. Me forcë, me luftë. Kështu që në këtë pikë duhet parë se çfarë mund të arrijë diplomacia më shumë se sa ajo që ka arritur lufta. Pra nëse lufta na ka mbyllur gjirin Hormuzit që ishte i hapur para luftës dhe ky quhet një objektiv për të arritur, ky është një hap i madh mbrapa. Dhe nëse lufta po na bën të rikthehemi ke bërthamorja për qëllime civile e Iranit, që ishte ai që Irani kishte ndërmend me sa duket dhe monitoroi ndërkombëtarët, pra për çfarë u desh lufta? Themi aty ku ishim. Por më mirë të ndodhë se sa mos ndodhë. Më mirë të arrihet marrëveshje se sa jo. E vërtet, ndërkohë, Irani kishte deklaruar më herët se programi i tyre i raketave me rrezet gjatë veprimit, por sigurisht edhe çështja bërthamore janë çështje të interesit dhe strategjisë kombëtare të mbrojtjes, duke thënë se në një rajon ku sfidohen ngalancat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pikërisht në vende të ndryshme të gjirit, do të ishte i mirë që Irani të ishte i përgatitur për çdo lloj aspekti ushtarak, por edhe të mbrojtjes sipas pretendimeve të Teheranit. Bjem dakord që do të ishte një vend i cili ndoshta këto armë bërthamore mund t'i përdorte në mënyrë të papërgjegjshme, por për të rikthyer pas në histori dhe për të kujtuar të gjitha vendet që kanë dorëzuar ambicet e tyre bërthamore, apo qoftë rasti ndoshta që mund të kemi sa i përket konflikteve aktive globale me Ukrainën dhe me memorandumin e Budapestit. Pra, kur shohim diçka të tillë, vërtet mund të kishim një Iran i cili do të hiqte dorë nga ky pasurim uraniumi? Tani atë se çfarë ndodhi në mënyrë të nëndeshme nuk mund ta parashikojmë apo ta themi me siguri, por ne dimë që ka shtete të tjera që mbase janë regjime jo më fort demokratike se e Iranit, që kanë armë bërthamore, dhe armë bërthamore mendojnë se janë e mira dhe ishte mos të kishte askush. Por tani që disa shtete në botë kanë, mendojnë se shërbesin deterrent. Është gjithmonë rreziku që dikush të çmendë të shtypë për atë butonin, por për sa kohë që dikush godet i pari, nuk mund të parashikohet mos të shkëndot për njerëzimin më pas. Në përgjigje do ishte shkatrim global, jo më rajonal. Kështu që armët bërthamore në Iran mendoj se insinuon se deterrent, dhe nuk mendoj se insinuon që të godas. Dim vetëm një shembull në historinë e njerëzimit kur janë përdorur armët bërthamore dhe dim kush janë përdorur. Dhe vende që janë detyruar të dorëzojnë armët e shkatrimit të masë dhe të bëjnë pakteve të bashkuara, ata liderët përkatës dihet se si kanë përfunduar. Kemi thënë pretendent historik kanë përfunduar të varur militar. Që synimi i Izraelit dhe Shtetet Bashkuara ndër të tjera, përveç arsyeve të sigurisë që mund të kenë dhe legjitimit të diku, është edhe që Irani të jetë një vend si vendet arabe, një zonë si mirë, i kontrollueshëm, i nënshtruar që lejon flukset e naftës me tarifa preferenciale për ato multinacionalet që operojnë në gjirin persik. Dhe Amerika ka pasur të privilegj në Iran në kohën e Shahut dhe humbi në vitin 53 mbasi kryeministri i zgjedhur demokratikisht rrëzua nga pranuar nga informacion nga CIA dhe nga shërbimi sekret britanike. Dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë prapë rikthehen në Iran sot në Tiranë që kishin aksesin mbasi bën meselem në 53-shën dhe mbasi japën dyert revolucionit islamik që kanë 47 vjet që është implantuar në Iran. Dhe që kanë adënën e tim bjetesën, kanë mbjetuar në atentate, grushte shteti, revolta dhe luftën. Përfshirë luftën me Irakun që ishte kryesisht e financuar me armë amerikane. Dhe ka qenë një rezistencë e cila ishte surprizë, ndoshta edhe për shumë aleat perëndimor, por edhe përveç Shtetet e Bashkuara me nisjen e kësaj lufte apo jo?
Ne në studion tënde kemi qenë kur kemi diskutuar që kur diskutohej stoku i raketave të Iranit dhe parashikimin e optimista thonë që Irani mund të zgjas disa javë dhe shumë do një muaj. Shohim që stoku nuk ka mbaruar ende. Pra nuk inteligjenca apo propaganda përkatëse nuk di më saktësi këto inventare anotimesh në shtetet përkatëse. Teti qartë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë për të diskutuar një analizë interesante të medias britanike The Telegraph, e cila tregon se Donald Trump ka 3 skenare për të dhënë fund kësaj lufte dhe sipas analizës medias britanike, të treja nuk janë opsionet më të mira. Shkëputemi për pak dhe kthehemi.